Në shpun në strugë. Në strugë, shumë neve, flisin shqip të tërë. Edhe në thot një ati që, nga ju arresti Gjirokastës. Po do vinë makina që vijen grur nga Gjirokasta, për populli këtu dhe do ikni. Në sabah vjen një oficer. Partizan, me ti partizane. Togera i ati. Si të më përshon? Nga vini juve. Kemi qenë të ndërruar, i thot babari Roshe. 65 veçar. Kemi qenë të ndërruar edhe. Nuk e eri këtë Gjermanit për një plumë të kishë vrarë. Shumë more, i thot aji, si në nga vrisim. Po na kemi luftuar more. Na jemi nga Saranda e Gjirokastë, si ta. Hajde, hidni këto robat. Edhe të apëm këtire partizanëve dhe të fështi këto. Gjënë vetë ti, i thonë. U hatë të fitën këta. Me atë. Ngërëm dhe u si djali më i riu dhe u dhe, si që është këtu edhe. Më falë, more, shoko oficere. Nga je ti, i thashu. Shtrip të ti, tha. Nga je ti, më tha mua. Stilo Anastas Papadima. Nga fshati Nivis Bubar. Kam lindur në vitin 1925. Në fshat. Ti Nivis. Babai tim ka dekur më 1930. Mua më ka lënë 5 vjeç. E njoha pak. Pasi mbarova shkollën, fillove, e këtonë, merresha me punë bujqësie bashkë me vllain tim. Jam rritur në mungesë të babait, me ndihmën e mëmës time, Vathis, dhe të vllait tim, Llam Papadima, dhe të motrave, që kanë qenë më të mëdha nga mua. Në kohën e luftës, filloi lëvizja nacionale qërimtare. Në vitin 1923, ushtria italiane bëri operacionin në Nivis Bubar. Ati më 20 gusht të 23. Ati u vra për herë të parë partizani Spiro Roshi. Dhe donin të vrasin dhe Sofokli Papadimën, që ishte me të. Por Sofokli u iku dhe u mbështet në një familje në Nivis. Pasi filloi kontrolli në fshat Nivis, në atë shtëpi gjetën Sofokli Papadimën, që qefsheur. Dhe i thanë, jam sëmur, i tha i. Mirë, po ati ku ishte strehuar Sofokliu, ajo nëna e asaj shtëpie i dha një parë roba nga të burrit, poture, dhe ja dha mbrapsh. Kër e ngritin një italianë në sofon, e hoqën kështu, kish, ta që nga ka ikur neve si për tha. Dhe filloi kontrolli në ditë fshatin. Gratë, burrët të gjithi grumbulluan dhe i mënjanë. Erdhën dhe në shtëpi time. Unë isha sëmur. Edhe në shtëpi unë kësha një biçklet ushtarake italiane, që u këshë marrë italianëve, në kohën e 39-ës këtu, dhe ata dishuan se unë kisha lidhje me partizanët, dhe më muar dhe mua më arestuan. Më muar dhe më torën, më dalë të fshatit për Shovasia në një ambulant, në një maqinë luftarake, ati gjëj gjagjan tim, Mislas Papadimën, Sofokli Papadimën dhe një lambi rushi nga Gjirokasta që punonte në Nivis. Më hipën dhe mua sipur, edhe në shpun Shovasi. Më thotë Sofokliu mua, vranë Spiro Roshin.
Isha me të tha edhe këtu do di. Dhe Spiro në fshat e Franz Spiroshi. Me maqinë na prunë në Sarandë. Në Sarandë, komanda gjermane, karabineria që këtu ku ishte shtëpia e Cakës. Nuk na morë në dorëzim neve, dojnë një flet arrest. Dhe na shpun në divizionin për teja, në divizionin këtu. Të katërve neve, na billën në një gazermë. Na mbajtin 8 ditë në të gazermë lidhur me duar e këmbët, për të ngrënë në hapin ushqim ata. U vu në lëvizje nga fshati për neve, dhe kreplak fshatit në dhe lëvizjes nacionale ishte Foto Papagjika. U interesua fotoa për neve dhe erdhi të komanda italiane këtu, të ka jo generali, e i thot që t'i lërosh ata. Jo, ata janë të ndishim se kanë merret me lëvizjen partizane, tha. Po i tha, jo, kështu i tha. Fotoa kishë një vëlla që kishë bërë shkollën italiane me grad Toger. Dhe ai ishte në Sicili. I tha, përri të këtia e i dori fotografinë. Pëse që këtë vëllane? Vëlla i tënë misota, është mire shëndosh, po ka rënë robë nga Amerikanët, dhe në lëroj neve. Në lëroj. Për hirë të atia, në lëroj neve të katërve. E bëmë në fshatë. Fshatë filloj lëvizja nacionale shqiptare. Unë, me ca shok të tjerë, unë blodhëm edhe vam në postën e Kakomes të Nivicës, që ke komanda italiane, dhe prishëm linjën telefonike. Ati bëmë në një ndeshje, dhe u plagosa unë, Mitro Padima dhe Mitro Dukshi nga Nivica, dhe një qatë gjykuli nga Shovasia. E nese. Në ato ko, unë isha rreth 17 vjeç, 18 vjeç. Dolla Partizan, më di, dhjetorët, 20 Dolla Partizan, në batalionin e ditë të brigadës 6, me komandant Sufodin Mënqen nga Kuqi i Vlorës. Dhe qëndrën e keshëm në Kuq. Gjermanët duanin që të hapin rrugën Sarand, Nivic, Vlorë. Dhe bën operacionin. Në operacionin e parë Gjermanët u goditën në Nivic. U vra një oficer dhe dy ushtarë Gjermanë. Për këta që u vranë, morën nga populli i Nivicës 6 veta, edhe i shpun në shëndëllit në Nivicës të nëzjerë trupat Gjermane të vrarë. Maj se i nëzorë trupat Gjermane të vrarë në vilët të Nivicës, e këton, këta të katër që i nëzorën ati, i pushkatuan. Ishte Lond Papadima, Andon Munguli, Asenë Papagjika, i pushkatuan një grua, një shanë palja që ke me dhikë për kashi, ati, u foli e u thaqë, bëni mori që vërni djemët, e qëlluan dhe ate e vëranë. Filip Savri që keme këta, u iku nga reshti e këtire dhe shpëtoj të këtire të katërve. Burat e Nivicës, ata që jenë më të fort, i morë për të regluar rrugën që kështë përgjishur partizanët. Në kush neve në dha urdhri që të shpërndaheshim, se filloi operacioni Gjerman. Unë, me 3-4 shok nga Nivica, nisem natën nga Kushi, vim në Bosh dhe natën ram në një prit Gjermane. Unë, Thomastrati, nga që kapitani, nga që Martiko nga Shovasia dhe Janaq Nikola nga Piqerasi. Në shpun të ka i përgjesi ati, neve e thamë do në vrasin. U thot a i komandanti Gjerman këtire ushtarve,
merri e shpirinë Piqeras, se ati që komanda e vëndit e Gjermanëve. Nashmo ati na gjem një qotë, shovasiotë, të gulmulluar plot, ati mësuam se që bërë në një vicë. I nesër në marrën e në shpejnë në bosh. E thanë, një visa dhe shovasia të dalë në mënjanë, nga fshatërët e tjera. Dhe zodhën 24 veta. 12 të parat i morën e shpunë në qoraj, i pushkatuan, pjesërish dhe një di u shpëtuan. E këton Fandi Baxheri dhe Jau Gjaferi nga gjashtë shpëtuan. Neve 12 tjerët në morën e në shpuan në Qeparo. Dhe në shpuan në Qeparo, më të dalë Qeparoj të një buzë ati afër detit. Edhe në futën në një grop të madhe, dhe këton, stanë do të përshkëtojnë. Ati vjen një ushtar Gjerman e tha, në emër të kështu të tire, një kaput, mos i vrini. Nuk në përshkatuan. Se kush e bëri këtë ndërmjetësim nuk e dim. Dhe ande në marën edhe në shpjen në Shovasi. Në Shovasi jem njerëz të grumbulluar plot, në futën në qish e Shovasi. Me rojet e dera dhe nga mbrapa. Në mbajtin ati. Më datën 24 qershorit, në nxjerrët nga qisha, 24 qershor të 24, në nxjerrët nga qisha, dhe në vënë në tafrë, i thonë ataja, e thonë, në Ivica dhe Shovasia të dalën në mënjanë. Edhe marën 28 veta, të ke zgjedhur. Ty. I marën edhe i shpjen, i lidhën, u dhanë 14 lopat, gjoja që ku do hapin pozicione, e këton, dhe i shpjen më dalë të fshatit në Hundorovun. Hapën dhe gropat vetë këta, i lidhën edhe i përshkëtuar 28 vetat. Një viciot e Shovasiot. Digra, një nga Nivica, e këton, moshatare, edhe një nga Shovasia, e këton i morën brapa këto rojët Gjermane dhe u thanë, po mos në i përshkatojnë djemët edhe burat. Këto gra ishe kate dukura nga Nivica, që i uvra djali i vetëm, i lua, që i la dhe gruan Shtazan. Dhe ishe edhe një grua nga Shovasia, e këton që i uvra burri, djali, dhëndëri, e këton, kjo gruaja, ja rëva dhe ëmëri në asaja. Pas pushkatimit, neve të tjeve të pasaja, në muarë në mbasdite, në resht, 160 veta, ditë nga bërgdeti nga një fisë, nga Shovasia, nga Lukovë, nga Piqerasi. E këton, dhe në muarë drejt për në Sarandë. Nga Saranda, nuk në futën, po në qëpun në Delvin. Në Delvin në grumbulluan në hotelin privat. E këton, në jem ati rreth 10-12 ditë të reshtuar ati, pa buk, pa gjë. Me vijin nga fshati, në bjerin nga noj që buk, nga noj gjë. Ajo, gruja nga Shovasia që i mori nga mbrapa ishte Sofia Martikova, që u vura burri, gaqja, djali dhe dhëndëri Ilo Martikova. Ilo Martikova, Ilo Lepuri, që kishë Zojin 6 muajsh Zoj Lepure, kishë këtu, që 6 muajsh. E nese, në shpunën Delvin, në bajtin të ditë ati, nga fshatin e bjerin nga në qikë për të ngrën, një ditë në prunë një grua nga një vica, në pruri një mish të pjekur, edhe në i ndanë neve ati të tërve, edhe i merë atë krarë, Sokrat Papadima, baba i Laskës, e me qëpën, e merë atë, edhe e hodhi nga dritarja dhe i ra atia ushtarit Gjerman në kuko, ati i ra.
Erdhja e ushtari Gjermana, iku nuk bërë njëse. I thot një Pavlo Martiko, nga Slovakia, moshatar dhe ai, 60 vjeçar. I thot Sokrat, suana, pse hodhe atë poshtë? Nuk është e për të parë, tha. Shumë, sonde neve ikim këte, tha. I thot e shpatulla, që patë ecin me ato, vinë 6 makina. Të mbuluar, dhe në ngrën neve dhe në shpjen për në Janin. Dhe të 24 qershor, mbas ju burë pushkatimi, në muar neve në shpun në Janin. Në Janin, djetëm përbetar, Gjirokastritë, vlonjatë, plot të grumluar të i këshën më në Gjermani. Ati djetëm dhe këtë nga që paroj që e varën, diu varën, i varën Gjermanët, një Gjirokastritë edhe këtë. I gjetëm ati. Ati u njoha dhe një nusë vëmalën nga Delvina. Ajo punon dhe Meridin në atë kohë 24, edhe unë në mirë që Meridin në fshat, u njoha shumë e të, i kishën tjesur dhe kokën në asaja. Në mbajtin ati në Janin, në futën në shkollën Zosimea, që e përdorin si burg. Në mbajtin shumë ditë ati, njërën tjetër. Pastaj në hipën andeje në shpun në Selenik. Në Selenik bën një pastrim. Gjuan ca pleq, edhe ca djemë të ri. Në një visa gjuan Spiro Padimën, Kiqo Kuminë, Thanas Gurmun, jenë djemë të ri. Djemë të ri këta, e këton i ndorën. Ata u këthjen, neve të rëve hipën në tren dhe në nisën drejt Gjermanisë. Në Gjermani, ne kemi arritur fund të korrikut në fillim të gushtit, në shpun në kamp. Ai kamp ishte kontingentin Mauthausit. Ishim 700.000, 800.000 robër lufte nga të gjitha vendet që kishin kapur Gjermani, Amerikanë, Italianë, Rusër tërë. Në mbajtën ati. Në një gazerëm, në dhanë një batanie dhe shtruar kashtë. Në ndirin në punë, në pastrimin e qytetit nga bombardimet. Më 9 gusht të 24-ës, në nisën në përfshatëra Gjermanet të ndihmonin në bujqësi. Dhe më kujtonit që në tren që hipëm, ishte një nga Shovacia, babaj i gruas time që mora e këton, Simo Zhupa, ta sot hajet peshku. Hajet peshk në gusht, qefetara i, kështë për shkollën e Greti. Po duham në atë fshat, mua më ra fati me Vullanë, me Misto Thomarin dhe Manol Bagjerin të ishim në një fshat, me të ndbak i thoshin, afër qytetit Lançutit. Edhe për ishim me buqësi. Në tyrin, kush di për të mirë lopët, se Gjermanë të mbanin lopët shumë në fshatëra. Kush di për të korë, kështu në bëjnë ati. Mirë të trajtojshim ati, në Gjermani. Populli Gjerman ishte humanitár. I dhëmë se i përnekur në shite kështu. Edhe s'kishtë të bënde me ushtrinë. Ushtria kishtë regullat e tjera ushtarake, do të baton dhe ata i do vritej. Vinte një plak ati, edhe më zinë më nga veshi, kështu. Stilo, nikës vater, mos pi uj. Nuk e përdojnë ujnë, birë. Fshatar Gjerman, birë. Më mire më shpinte një pojo poshtë, thosh ja, ati. Dim shumë ati. Në ndyrin e punë, ati në atë shatë jeshëm neve, ishin shumë polak.
vëza, djem, burra, që i kështë të Polonia ara shpejt, dhe i kështë marrë i shpuri për të punuar në bujqësi. Mëra rasti mua në një vënd që shihej gruri dhe e marrin të e korin në behar, e vini në shtëpi dhe në maqinë që pasaj e vini kur duanin. Që marrë nga ato, ku këshëm parë neve nga ato gjëra. Marrim nga ato dhe matët të lidhur me ashtu edhe i stimoj ati. Ma jipte një vajzë polake. Më sot mua jo, nga jeti? Në Shqipëria i thashu. Po nga shuandë? Nga Saranda i thashu. Ku e jeni Saranda? Saranda. Ja, po Saranda. Që si mu ka po e thashu. Portoeda i thashu. Tha. Portoeda tha, mare tha. Mare i thashu detit. Mare tha, Portoeda, mare, Portoeda. Kakome tha. Kakome tha, një vica tha. Himara ka zbarkuar armata e 8 amerikane. Në gusht zbarkuan ata në ati. E këton, se këte e zgjidhëm na, kur erdha më në thanë që në gusht kanë zbarkuar në Kakome ashtu. Më thotë më vëllama i mu, lambi, që isha djali i ri, shkej që pjesh me ato, hiqë të orë, Lëna të të marrë, do të vrasën. E nëjse mirë. Punuam ati nga mesi shtatorit. Nga erdi urdi që të nga tërheqin, nga shperin në kam prapë. Këpton? Shohu ati, të ka i, ati në atës familje jeshu, ishte plaka edhe një vazë me këmbër të prerë në ushtëri. Dhe kishë edhe një djali pilot. Shohu i dy oficeraj, thomu vëllajt në darkë, erdhën dy oficeraj dhe kështu. I dhanë lajmin në plakut që i vra djali pilot. Edhe gruaja e këtij pilotit mundonte në Lanshut në qytetin në një zyrë ushtarake. Erdhi dhe ajo. Unë kësha strangullisur që dorën. Edhe thot Gjermani që ai oficeri që ashtu tha, më këndëlloj doktori e më tha të këtë bëj pushim, mos të punoj nesër. Pastaj erdhi urdhri dhe na kthyen neve ati nga mesi i shtatorit, të dizë e ka në shpu në kamp prapë. Në kamp mirëshim me pastrimin e qytetit nga bombardimet. Erdhi një urdhër dhe na marrën e na shpen në Augsburg. Augsburg që qyteti i madh i Gjermanisë, dhe ati vendi marrim patate nga terenat, i shkarkonim e i bëjim në formë frigoriferi për ushtrin. Shqiptar, grekër, italian, rusë, polak, plus mira. Kishin marrë një 30 qifut. E brinj. I kishin vënë për para. Dhe baranga jon që e para që futeshin në katë. Ati na i ishëm srehuar një vësiot e shumasiot. Edhe ca bregtetar ati. Edhe vinë ata 20 i kështë vërë para këta SS-ët edhe daluam dhe tha, qëni ju? U morë vesh me një shumasiot që ditën që gjermanishen që më mirë. Tha këtu, futi i përda, tha. Edhe i futën bërna ata në 20 veta, u zamë dhe roba nga tonat e jetet ashtu edhe i bajtin ati. Herdi a i komandati e SS-i. Me dirë vole edhe me atë shkabën këtu. Ku vanë atë da? Shkërën këtu da. Jo, da, këtu. E këton, që t'i bidhin.
na për dimën që u bëm këtire, për dimën që i patim 4 ditë me ushqime tona me njëri tjetër, ata u dhanë nga një shënim dore këtire kresorëve, llambit e shumëterëve, llambi e kishe atë shënimi, për mirë pritje. Ja, këtë të mirë bëm dhe në për që futët. Po, Amerikanët, kur zbritën të kampi, ushtarët Amerikanë. Bërë, pashtu. Ata të rëtëshin dryshe nga neve, Amerikanët. Kur erdi puna që u qëruam neve, e i presim Amerikanët këteja, ata në erdi këte nga brapa. Ati që një kanal i madhë me ujë, që shkonte ujë kështu si. Edhe u erdi në ata edhe, në atë të rritu hodhëm në atë përteja, hipëm në ato tankset e atyre, e këto në përqafuan, në dhanë nga një robole, misë të thomari, e baba i roshë këta, u hodhëm në ata, i ratë bërna në ata. Ati na erdi neve qërimi, unë atë kam, unë në muar në shpu në kamp. Kampi tonë i shqiruar, kampi që kam qënuru, i shqiruar më 25, jo në 9 maj. I shqiruar i pari, kampi tonë, pastaj u bëm kapitulluj me Gjermanisë 9 maj 1925. Nese mirë, ndëjim ati në atë kampi neve, filluan, u bëdhe kapitulluj me Gjermanisë, edhe filluam stabiliteti. Neve me të qëruar në kamp nga Amerikanët, ditë dhe ditë në veshen me uniformë ushtarake. Në i hoqën ropa tona, të ria, këpus të baltja tëra, edhe me qanë. E këton, edhe hajme, edhe nuk ishim në gazerma, në shpunë në kapatonë e ushtarake, me krevate dushe, kështu, me strome tëra. Ate që ndruam shumë ditë, shumë neve rusët ikin pjestrisht, Amerikanët edhe francesët e këta ikin i tërhoqi komande e tire me aeroplana. Bem si peshku pa ujë, si do bëjim? Komanda amerikane që administronte Mosburgun, qytetin edhe ato, ishi një general amerikan. Somi të pareqitemi ati. Edhe zodhëm 3 veta. Zodhëm Petër generalin nga Lukova, që kështë qënë Amerikë që dilte edhe përdisht. Zodhëm vëllan tim, ishte 3-4 vjeqar vëllaj tim atëre, u ishte 18 vjeq. Edhe një Murat Visha nga Gjirokastra, oficer që më pas u bë vjerri Thoma Papadikës. Thoma i mori vajzën e atia. I zodhën me vanë ati në partinë të ka. Thonë, jemi kaq shqiptarë, 164 veta. Që ga përmejën e tërë, se mbem të do. Si do bëhet? Të vi komision nga Shqipëria, se Shqipëria nuk ka komision ushtara këtu. Në prej dhe shpresat. Miret një vendim, në nisemi në këmbë, për në Jugoslavi, 20 ditë në këmbë. Këtu, të ikënim, pa, nuk rezistonin, duan tame. Ne në kamp, kemi lënë 3 veta të vdekur. Në kampin kemi qënë, nga të kejtë nga pushkime. Nako Spirin nga Nivica, Arsen Papadimën nga Nivica, dhe një Jarova emrin nga Piqerasi. Në mbetën ati. Erët në marveshe me Jugoslavët. Në ngritin andeja në shpun në Austri. Në Austri, afer kambit të qfarojës dhe ato furat elektrike, na nuk i këllëluam, nuk u futë të shojmë ato.
po ati dhejmë 20 ditë ati. Dhe lidhemi me Jugoslavët. Si i mirë të tre njëshme. Unë, me Manol Bagjerin, Mjo Roshin, Natje Kapitanin, Somastratin, një Natje Nikolov nga Pëqerasi, ati, ikëm me trenë për në Jugoslavi. Va në Jugoslavi, në Zagreb, në mbajtin 3 ditë. Në morën dhe ratetin, të ratë shkonë, në dhanë atë pashaportën, në dhanë dhe një letër, e kisha u atë letër dhe më para, ma kërkohen këta të komitetit e dhe u adhash, që këtë do që të vejmë, pim një kafe, të hajë një dreka, një darkë, mos të pagojë, djeri atë edhe, hajë edhe i ke. E në shkonë. Në mbajtin ati 4 ditë. Në hipën në makina e në shpun në Beograd. Shumë dhe me flamuri shqiptarë. Ua. Këtë si e më famoni. A i roja. Që dhe ju më tha? Shqiptarë më jemë. Nga e dhe ju? Nga sarë në nga Gjirokasa. E duham të takojmë përgjegjësin. Përgjegjësi i kësaja që përthashtot e shtetin tonë, ishte Manol Konomi nga ke fshati këtu, i Librës, këtu të si thonë ati fshatit. E tha ka nërë këtu shqiptar, lamë dhe neve ato qandat tonë ati e njërë, pa më simur, a i na i formoj që Shqipëri është qiruar, qeveri i Republika, që tonë, edhe komandohet nga një Verhoxha njërë tjetër, edhe dim tha që ju jeni nga fshati, nga Gjirokasa edhe nga Saranda, dhe Gjirokasa edhe Bregdeti ishtë dëptuar shumë për vrasje edhe për këto gjëra. Na morën, ande na shpun në Zemun. Zemuni ishte të lupi dhe Danub që prishur ura, edhe hidheshin me dërasa. Në shpun Zemun ati. Në Zemun, sa u putëm ati? Hajde një morë, më sërët more. Flet një, stilo papadima. Qysh kë stilo? Stilo papadima. Ky ishte nga Lukova, një këshiri tonë, që e kishtë dërguar shtetit tonë për pilot. E tha që u lambi këtu, tha, ta ditë më pare dhe ashtu, tha, e më thaj do vide stilua. I nese na hipën në trenë, të në shperin për në Strug. Po trenë nga to që gjerin nga minerat, me motor të vogël, jo tren i madhë. Në trenat, e këtonë, në shpun në Strug. Në Strug, shumë neve, fisin Shqip të tërë. E në thot një ati që, nga i ju nga rrëthi Gjirokasës, po do vinë makinat që vijen grur nga Gjirokasa, për populli këtu dhe do ikni. Në sabah vjen një oficer, partizan, me ti partizane, Sogera i ati. Shidin për shumë, nga vini ju bëjë. Kemi qenë të ndërruar, i thot babari Roshe, 65 veçar. Kemi qenë të ndërruar edhe, nuk e eri këtë Gjermanit për një plumë të kishë vrarë, shumë mërë, i thot a i, që në afrisim, po na kemi luftuar mërë, na jemi nga Saranda e Gjirokasë, që i tha. Hajde, hidni këto robat, edhe të hapëm këtire partizanëve dhe të fështi këto. Vjënëve dhe ti, i thonë, u hatë të fitën këta, me atë. Ngërëm dhe u si djali më i riu dhe si që është këtu edhe, i thash. Më falë more shoko oficere, nga je ti, i thashu. Shtrip të ti, tha.
Dhe jeti më tha mua. Më saran dhe Gjirokasë që i tha qullë. Më saran dhe Gjirokasë. Nga qatë jeti, i tha. Nga një vizë bubale, i tha. Nga qka bilej, i tha. Nga qfisë. Nga papadhima, i tha. Po se i biri bathis jeti, i më mëstime, po, i tha. Po unë kam pirë në kone lutës në shtëpinë tua, i tha. E këtonë që vije, tha, nga Delbina, tha, me partizanën, tha. U tha të shtarëve, aji, që kishme vete ikni, i tha. Në hipën në maqina aji, neve, të shtarë, për 2 orë nga Struga, erdhëm në Tiranë. Në Tiranë, vamë u paraqitëm në garnizon. Në misterdën, në ponë, në ashtu më gëzduan njërë tjetër. Në dhanë nga 12 Napoleon të cilit. Garnizoni ushtarë i Tiranës. Për të siguruar me makina nuk kemi tha, ju do bëni çmos veta. Po dhe makina ta me në qikë kujdesa se veturat jo, se gëvërston të seti tha. Veturat. Ponim të një dollë. Ku do vëmi? U thomu, do vëmi të Leo Papadima, i thomu. Të shtëpi e Leos. Leo atje dhëndëri të cenë kumjut. Edhe vazhdën e cenit e kishë marrë Leua, po Leua që këshuri partimi. Ajo Sofia, e shotje këtia, dolli edhe kërkote Leon edhe burit e saja. Ajo, Lambit. O, Lambi, erdi stilo, ta. Kur mo erdi stilo? Po e dha radio, ta, stilo, padima, pilani, nga një vica, ta. Po ku janë, ta? Leo nga bëri një drek. Leo. E nese ato makinat neve të ikim vijim në mirë, po këta shoferat të rikje që se mosu në Gjirokasë do në marrë në veturat. U thot Lambi, në Gjirokasë të garantojmë neve, tha, po vamë thamë, se morrim vesh që në Gjirokasë Mioxhani, që nip toni nga një vica, ishte komandanti i qarkut, Mioxhani. Mbritëm të Gjirokasë, Lambin e mori Mio e në atërët ati, i nesre hipin në maqinë, andej, maqinat bivete kështu, vijim në Urej Shjanjit. Urej Shjanjit që e prishur, me dërasa. Kalojmë urën e dhejme, dalojmë në anë, për në Nivis, që ishte rruga për Nivis. Dalojmë atë, këtejmë. Edhe ikëm të 7 neve, në breg të Mullirit. Në breg Mullirit, dalojmë atë. Më thonë mua, këta, plejt, ti që se më i ri, pëtet me veqa, hidu të Mullirit qenë Zaharos. Mulliri, i Spirashit, thëmine. Vështo, punona, po jo, se shkote ujë ati, edhe këj ujë kuvete. U futa në Mulli. O, ceni, në dëlle më stilo. O, kam jarë, dhe që jemi 7 veta, i më tjerë rrinë ati. Kam dhe së padhimën këtu, tha. Ka ardhë natën ta për të bluar, tha, edhe ka zënë gjubi. Sofua. O, Sofo, kreu mërë, tha, erdi stilua, ua. Kërë, Sofua me armë. Edhe dolli, Sofua. Edhe dolli si për të bregu. I tha që kemi e tha, tërët ati edhe. Bam, 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 bam. O, një vitë buqët, edhe shumë qëtë. Lini e punën, se në erdhën të internuari. Ta kemi në Krekës. Thire mushtarë. Nuk u bëra 2 muaj ushtarë, dëllë urdhuri që të gjithë ata partizanët që kanë qenë të internuar në Gjermani,
e përfitojnë jetën ati si partizan dhe më lëruan mua. Më lëruan. U ktheva në fshat. Fillova me si njëri tjetër. Filloi pas regjimi. Më 9 gusht bëra vizitën në Gjermani. Në 9 gusht, se harrova dhe datën që vitje në Gjermani. Dhëndëri tim dhe vajza time, Mariana, e tonë, është në Gjermani. Dhe më thotë mua, nuk vjen edhe ti. Shto më ju në Gjermani? Që të edhe dhe dunjan, do thonë, kishë do një bësh në Gjermani, sot që shpëtoj, po do të lërë dhe kokën në Gjermani në ashtinë. Dhe më kanë disën e vajta. Me pishmëllëk vajta, po bëra mirë që vajta. Edhe ikëm, edhe bënjen kontrolin. Kontrol. Zëndëri tim që me maqinë të tia. Me maqinë të ua. Se që në Gjermani, kishë vajzën në Gjermani. Kontrolin. Mos më bërë që më kjo, ikë. Mua, një vajzë si kjo, 2 herë, 3 herë, shkej të mua. Shkej. Shkam kjo. Dali që kur pesha në një gjë, e vjedhur. Sot zavo, shkeni me këtë. More zavo, i thonë, unë në 24 nga italianët janë plagosur dhe kakome, dhe kam plumbin akoma. Kam plumbin pa hequr. Në këmbë akoma. E i thonë asaj vajzë që kam... po sua në amorë, thoti. Edhe më lërojë, maja. Kemi urdhër nga komanda që të gjithë të internuarit, që kanë qenë të internuar, e këton të futen pa paguar në parlament. E në fut bënda. Si më baruam, më thotë mua vajza, vemi të shumë dhe dhomën ku është bërë pritja i delegatoni shqiptar nga fatos në anua. Vam të aktuam dhe pritje në parlament. Këtone, e dollëm. Kur dollëm ashtu më tutje, shohu ati emigracion, një tabelë emigracion. I thomë vajzat i me dite gjermanishte. Vete i thotë që kam baban, thotë. Ka qenë një internuar në Gjermani, i këtonë, në qmosh, 18 veçare ka qenë atër edhe. Edhe do të bëj një takim me të e. A i me 2 veta në karikete. Bjere këtu. Vete dhe u japë dorë, di edhe pak në një fjallë gjermanisht e kur. Qmosh ka patë, vifiljarë më tha muaj. Vifiljarë do në sa vjeç ka qenë akten, i tha në mu, 18 veçare. I tha që në Çkampë, në Mosburg, kemi lënë 2 veta të vdekur këtu, i tha, nga fshati tim, i tha. Asen Papadiman edhe Nako Spirin, baban e këtia këtu. Dim dhe vëndin, i tha që. Se unë, ata je varosin edhe mua e qëmë startin, më morë dhe më thanë, në këtu janë këta. Dhe vilaj, varin një kështu, me njerën janë në qap atje, tjetërën, ta mirë të për familjen. Dim dhe vëndin, i tha më neve. Mund në ndimoni t'i marrën po t'i gjibë, që vëmë nuk kupti, po, thot aji. Ande vemi, nuk i gjibë në ata, i kështë hequr. Që t'i mirim, po aji përdesi, ati tha që imigracioni tha, o të ndimojmë, tha, po i gjitha, o të vëmë në kupti, kujtje do
të dy losëm, tha, e do të japëm dhe dokumentet juve që të kalonin. Të kampi në këtë mënyrë. Vam në qytetin dhe dojmë të zim një hotel për të fletur. Unë, dhëndëri dhe vajza. Mos më rrinte goja. Edhe, a i thoma sa ja vajzës, koma? Shvesa i thonë vajzës. Shvesa, komi, tha që e. Kampi mos të bulgoti, tha që. Ku është? Kom, më sa mua, dhe hop, më dhe më ngriti. Më ngriti kështu e tha, hajde këta, vam të rritë, ja kampi atë kush. Ne ishëm në afër kampit 20 metra. Afër kampit që këm, në sabat që ngritim në vej, thomu zaos, ndise maqini dhe me. Te porta e kampit. Porta e kampit ajo që ka qënë, vetëm që ke bojatisur. Ajo që ka qënë, korta kryesore e kampit, ajo që ka qënë, po që bojatisur. Dhe i kishë heqit dhe ato telat. Vajta dhe unë të porta i dorë. Mariana për karshi, ati. Fillova u lutova. Babi shkem, tha mua. Ja kujtoj që shkëshojim në këtë portë, tha, a i roja me kapshit, që të dite këtu, tha, që në këzëllonti. Shikën, limja më nga në të tha që, limja më të rridhen që i tha që. Kjo është jeta time e kampit. Vujtet e mija së janë të sosura. Që një kokër patate edhe 100 gram buk për 24 orë. Edhe atë kokër me patate do këtheshe kështu e thoshe, e kuja ishë kjo, një kokër, e stilos, se mos që gjemë, po kjo, e filanit, se mos jipe me hatër. Ja, edhe unë jetoj në ashtin, edhe harrita 100 vjetë. Edhe i lutem Zotit, inshallah të më marë, që të lëpë barkun tim të pagarur. U kam nga fizitimi për padime, kam dekur të rinjë, djemi vajta 20 vetë. Po nga barkun tim, jo, po nga të motrave, nga të vëllajt, nga të gruase, nga tëra. Edhe s'do të marë Zoti akoma. Pandaj dhe juve uroj në jetën tuaj, në pritjet tuaj, kush është i pamartuar do martonet, inshallah të ketë mirë familjen e tij dhe t'i lërë mbrapa barkun e tij. Shëndet e gjithë të mirat. U falenderoj për jetarëvistën që më muart. Nuk e di nëse do dalë mirë, dhe i lajthitur u plak të 100 vjeqarë.